Unë jam i njoh Zotit për ju të gjithë, edhe pse nuk u njoh, një pjesë mund ta njoh, por jam i njoh Zotit për atë që Zoti po bën në kishën në Durrës, edhe jam i njoh Zotit për Llastazanin, për Laurën, për shërbimin e tyre. Edhe secili nga ne merr diçka me vete, dhe realisht në jetën time, Stazani ka lënë shumë gjëra. Domthonë, Zani ka qenë në kishën ku unë jam rritur dhe realisht ka lënë gjurmë. Edhe Zoti e ka përdorur aq shumë, edhe prandaj dua ta filloj me një falënderim, sepse duhet të jemi falënderues për atë Zoti ato gjëra që Zoti na ka besuar dhe na ka bekuar. Edhe sot doja të ndaja diçka që shpresoj të na prek të gjithëve. Unë jam lutur Zotit edhe shpresoj që të jetë edhe nevoja juaj ky mesazh. Ai e gati. Edhe realisht unë e di që secili nga ne, për shembull, këtu sidomos në Durrës, por edhe Tirana, është një qytet metropol që vim nga kultura ndryshme edhe nga mbajmë me vete një histori tonën, edhe lidhemi në një kishë. Edhe ajo që na lidh të gjithëve ne këtu në kishë është Jezusi. Është Jezusi dhe thirrja e tij që ka për ne. Prandaj e kam konsideruar mesazhin për sot, ai e gati. Ai e gati që të dëgjosh thirrjen e tij. Është një thirrje për shpëtim, por është edhe një thirrje për ndryshim, një thirrje për t'ju afruar Perëndis edhe më shumë. Kështu që mesazhi i sotëm patjetër që historia nga Bibla, që unë jam i sigurt që ju mund ta keni dëgjuar, është një histori shumë e njohur, edhe flet për një person që nuk e njihte Jezusin, por kishte dëshirë ta njihte, edhe ishte një pikë takimi me Jezusin, por nga ana tjetër është një thirrje për secilin nga ne që e njohim Perëndin. Është një thirrje për t'u afruar atij, është një thirrje për ta njohur edhe më shumë. Edhe që ta njohësh Jezusin më shumë do thotë të lësh nga vetja jote. Do thotë t'i afrohesh atij, të kesh këtë marrëdhënie. Atëherë historia që ne kemi sot është një histori nga Luka 19, vargu 1 deri në 10. Dhe është një personazhi është Zakeu. Jam i sigurt që në këtë kishë është kush e di sa herë është ndar, edhe unë mbasi nuk kam ndonjë gjë të re për të thënë, por jam i sigurt që Zoti ka për të thënë. Kështu që le ta dëgjojmë atë gjë që Zoti ka, sepse unë realisht e kam studiuar kohë më parë këtë predikim, edhe por doja që të ishte një mesazh që të prekte sot. Dhe dua ta materializojmë duke lexuar pak së pari pasazhin Luka 19 vargu 1 deri në 10. Pastaj Jezusi hyrë në Jeriko dhe po kalonte nëpër qytet. Dhe ja, një njeri quajtur Zake, i cili ishte kryetari i tagramblecëve dhe ishte i pasur. Ai kërkonte të shihte kush ishte Jezusi, por nuk mundte për shkak të turmës, sepse ishte i shkurtër nga shtati. Atëherë rendi përpara dhe u ngjit në një fik për ta parë, sepse ai duhet të kalonte andej. Dhe kur Jezusi arriti në atë vend, i çoi syt dhe e pa dhe tha: "Zake, zbrit poshtë, shpejt poshtë, sepse sot dua të rri në shtëpinë tënde." Dhe ai zbriti me nxitim dhe e priti me gëzim. Kur pan këtë, të gjithë murmuritën duke thënë: "Ai shkon të rri në shtëpinë e një njeriu mëkatar." Por Zakeu u çua dhe i tha Zotit: "Zot, unë po u jap të varfërve gjysmën e pasurisë sime, dhe po të kem marrë ndonjë gjë nga njërin me mashtrim, do t'ja kthej 4 fish." Dhe Jezusi i tha: "Sot në këtë shtëpi ka hyrë shpëtimi, sepse edhe ky është biri i Abrahamit, sepse biri i njeriu erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur." Pra, së pari dua të prezantoj me këtë personazh. Zakeu, që lexuam sot, realisht vetëm në këtë pasazh flitet për të. Edhe nga ky pasazh mund të mësojmë shumë për atë, edhe realisht mund të mësojmë për jetën tonë. Së pari ajo që do të mësojmë për Zakeun është që ai ishte një zyrtar publik. Çfarë thot Bibla? Dhe ja një njeri i quajtur Zake, i cili ishte kryetari i tagramblecëve. Nëse do ta materializoj për ditën e sotme, ai do të quhej drejtori i tatimeve të qytetit. Pra, ishte një personazh që në qytetin ku jetonte në Jeriko, ishte një qytet në veri lindje të Jeruzalemit, ishte drejtori i tatimeve të qytetit. Deri këtu nuk ka asnjë problem, se ne jemi thirrur dhe unë jam zyrtar në punën time, nuk është problem. Por Bibla jep dëshmi, ishte një person me një pozitë caktuar në shoqërinë e asaj kohe. Por nga ana tjetër që jo vetëm që ishte një zyrtar publik, por Bibla thot, te vargu 2 thot, ishte një person i pasur. Dhe ja, një njeri quajtur Zake, i cili ishte kryetari i tagramblecëve dhe ishte i pasur. Kur ne themi na vjen në mendje një person i pasur, di çfarë na vjen në mendje? Na vjen të pasur te kohëve sot, se dua ta materializoj me atë që ne sot shikojmë.
edhe nuk është as pak gabim ti jesh i pasur, edhe jo kushdo që është i pasur mund ta ketë bërë pasurinë në mënyrë të padrejtë. Por ja këtu lidhej Tiçanit zyrtar publik, kishte pasuri, edhe do ta shikojmë më poshtë që këtë pasuri ai e kishte vënë në një formë mbase që për shkak të kësaj ishte edhe i urryer nga të tjerët. Por nga ana tjetër ishte jo vetëm tani po flasim për karakteristikat e tij, jo vetëm për atë që ishte, por edhe çfarë përfaqësonte. Bibla na thotë që ishte i shkurtër. Po i shikojmë këto sepse do t'japim patjetër ta lidhim më mbas në lidhje me Zakeun. Ai ishte një personazh, thotë Bibla kërkonte të shikonte Jezusin, por ishte i shkurtër dhe nuk mund ta shikonte dot. Dhe nuk ka asgjë ti jesh i shkurtër, por Zakeu ishte i shkurtër. Bibla e dëshmi. Dhe ajo tjetra që lidhet me Tiçanit i pasur dhe me zyrtar publik, ai thoshte që ishte i urryer. Nga e shikojmë këtë gjë. Zakeu ishte i urryer sepse te vargu 7, kur pan këtë gjë, të gjithë murmuritën duke thënë, ai shkon të rrinë në shtëpinë e një njeriu mëkatar. Dhe pse ishte i urryer Zakeu? Ai ishte i urryer sepse jo vetëm se punonte aty për shkak të punës, por unë do ta materializoj pak duke bërë kështu. Mendoni pak. Në Kosovën e viteve 98, 97 para luftës në Kosovë, një qytetar kosovar punonte për administratën serbe dhe i merrte taksat e qytetarëve vetë kosovarëve dhe i çonte në shtetin serb. Dhe fakt, kjo gjë shkaktonte një urrëtie tek Bibla thotë, po ta shikojmë në gjithë Biblën, shikojmë që farisejnë, pra drejtimi i popullit Izrael në atë kohë, udhëheqja fetare, u urrenin ta gramblesit, sepse ata pikërisht këtë gjë bënin, punonin për pushtuesit. Edhe kjo gjë i krijonte një asarim, por nga ana tjetër jo vetëm që punonte për pushtuesit, por ai realisht e shfrytëzonte postin e vet që të përfitonte në mënyrë të padrejtë. Dhe kjo gjë e bënte atë të urryer. Por mbi të gjitha, atë që thot Jezusi, shkojnë tek vargu 10, sepse biri i njeriu erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur. Pra, ky ishte misioni i Jezusit, të kërkonte dhe të shpëtonte atë që kishte humbur. Dhe Zakeu, sipas dëshmisë së Jezusit, ishte një person i humbur, edhe për ta kuptuar ose për ta thënë më thjesht, Tiçanit i humbur në konceptin ton, unë punoj në polici, jam oficer policie, edhe një për kufizimi i Tiçanit i humbur në polici është një person i larguar apo që nuk gjendet nga autoritetet, nga familjarët, apo për një periudhë të caktuar kohe. Pra, kur ky person nuk gjendet për një periudhë të caktuar kohe, ai quhet i humbur, shpallet i humbur. Pra, fillimisht kërkohet, pasi nuk gjendet, ai shpallet i humbur. Dhe ky është Tiçanit i humbur në konceptin tonë njerëzor. Ndërsa nga ana e Perëndis, ti je i humbur do thotë ti je i larguar nga prezenca e Perëndis. Dhe kjo është gjendja e çdo njeriu i cili ka ardhur në këtë jetë. Sepse njeriu nga natyra u largua nga Perëndia që në fillim të krijimit, edhe secili nga brezat ka qenë larg Perëndis. Edhe Perëndia aq shumë e deshi botën, thot Bibla, sa dha binin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të, mos të mbas, por të ketë jetën e përjetshme, sepse Perëndia erdhi për na afruar me veten përmes Jezu Krishtit. Edhe ajo që jep Jezusi dëshmi për Zakeun, thotë që ky ishte një person i humbur dhe në këtë shtëpi erdhi shpëtimi, thotë. Por ama Zakeu ishte i humbur. Por nga ana tjetër unë do të them edhe diçka për ne sot. Sepse jo Zakeu ishte i humbur, edhe ishte i humbur nga prania e Perëndis, por ne mund të kemi shumë gjëra për të humbur si besimtar. Çfarë mund të mbas një besimtar? Nuk e di, qoftë çfarë më vjen në mendje, por një gjë që mund të vi, një besimtar mund të mbasë fuqinë. Ti mund të jesh i fuqishëm në Zotin, mund të jesh duke ecur dhe një kohë caktuar, qoftë ti nuk kalon kohë me fjalën e Perëndis, qoftë ti nuk je i lidhur me kishën, me fjalën e Zotit, ti mund të humbasësh fuqinë. Ti mund të humbasësh gëzimin e Zotit. E ti mund të humbasësh shërbimin, mund të humbasësh shumë gjëra. Prandaj është shumë e rëndësishme, jo vetëm për Zakeun apo për ata persona të cilët Zoti na ka thirrur që të shpallim ungjillin dhe ata nga të humbur të vinë në prezencën e Perëndis, por edhe ne si besimtar kemi nevojë që mos ta humbasim ato gjëra që Perëndia na ka. Nuk e humbasim dot shpëtimin, edhe kjo nuk është prej nesh, por është prej Jezusit. Por nga ana tjetër, ne në jetën tonë të përditshme mund të humbasim këto gjëra. Por gjithashtu është dhe një karakteristikë tjetër e Zakeut, që ai ishte kurreshtar. Po ta shohim Zakeu donte të shikonte Jezusin, ai ishte kurreshtar. Mbasi kishte dëgjuar të flitej për veprat e Jezusit, si ai kishte shëruar,
ai kishte bërë mrekulli, edhe në atë kohë në Jude apo edhe në Jeruzalem, në gjitha të territor flitej për një person që kishte ardhur dhe bënte gjëra të mbi natyrshme, të mrekullueshme. Edhe ishte kureshtar. Në fakt në Bibël flitet për shumë veta që ishin kureshtar për të dëgjuar për Jezusin. Nëse ju kujtohet, ishin ata që kishin ardhur nga Greqia. Edhe ishin kureshtar të shihin Jezusin, edhe Bibla e dëshmin që kur Jezusi fillon tregon për diçka të nuk u drejtohet aty personalisht, sepse ai ishte vetëm një kureshtje për të shuar. Pra e mbaroi punën, e pesi kushte Jezusi edhe kaq mbarove. Ashtu siç ishte Herodi, që ishte kureshtar për të ditur se çfarë bënte Jezusi. Por këtu shikojmë një person që jo vetëm që ishte kureshtar, po edhe në pamundësinë e tij për të parë Jezusin, sepse turma ishte e madhe, ai ishte i shkurtër, ai gjen një rrugë për t'u afruar Perëndis. Pra, shikojmë që Zakeu jo vetëm që ishte i pasur, jo vetëm që ishte një person që kishte një post publik, apo ishte edhe i urryer nga njerëzit, por kishte edhe një kureshtje. Kishte një kureshtje, edhe ky është vetëm fillimi i një procesi shpëtimi, do ta sqaroj. Shpëtimi vjen në një moment kur ti i beson Perëndis, kur ti hap zemrën, fryma e Perëndis vjen te ty dhe ti shpëtohesh. Po nga ana tjetër siç tham, është faza e kërkimit, kur kërkohet, edhe pastaj momenti i shpëtimit. Edhe fjala që Perëndia kishte hedhur në atë kohë, në atë territor, edhe veprat që Jezusi po bënte, kishin ndezur këtë kureshtje tek Zakeu, edhe ai procesi kërkimit kishte filluar, tani ai po kërkonte, ishte bërë kureshtar. Edhe kjo gjë ishte shumë e mirë. Kjo gjë është e mirë edhe për ne, që të kërkojmë Perëndin, ta njohim edhe më shumë, nëse e njohim, ta njohim edhe më shumë, sepse ti je në prezencën e Perëndisë është e mrekullueshme. Po nga ana tjetër, do shikojmë që në këtë proces kureshtje, dhe në këtë proces kërkimi, patjetër që ai kishte hasur pengesa, dhe ato që Bibla flet për pengesat e Zakeut ishin, nëse do i referoheshin Biblës nga ana fizike, ato ishin të dyanshme dhe ishin nga ana e Zakeut që ai ishte me shtat të shkurtër, dhe nga ana që zvari nga Zakeu ishte se turmat ishin të mëdha dhe nuk e lejonin Zakeun që të binte kontakt me Jezusin. Në fakt, unë mendoj që para se të vjesh te kjo pikë, Zakeu ka hasur pengesa të tjera. Pengesat e brendshme, ato që shpeshherë nuk i kuptojmë. Ne takojmë një person në rrugë, ne duam mbase të flasim me një person për Jezusin, po do ishte shumë mirë si besimtar ta dimë se çfarë kalojnë njerëzit. Edhe kjo është mbase ajo që do doja shumë për ne si besimtar, ta kuptojmë që kur të bijmë në kontakt me një person që duam të flasim për Jezusin, le të kemi parasysh këto gjëra. Edhe mbase do na ndihmojnë për të kuptuar edhe më mirë se me kë kemi të bëjmë dhe si mund ta ndihmojmë atë person. Dhe së pari, ajo gjë që sepse do të mbajmë te kjo histori, mbase pengesat në jetën e çdo kush mund të jenë shumëta, por në historinë tonë të Zakeut, pengesat ishin këto, që mund të jenë edhe pengesat tona. Së pari, arritjet tona mund të jenë një pengesë për të vajtur te Jezusi. Si ka mundësi që arritjet tona të jenë një pengesë? Zakeu kishte një jetë suksesshme, kishte arritur të ishte drejtori, po them fjalën që ta kuptojmë, drejtori i tatimeve të qytetit, pra një personazh me shumë rëndësi në qytet. Ai ishte një njeri i pasur. Ai kishte një reputacion të caktuar, ishte i suksesshëm në jetën e vet. Por nga ana tjetër, pikërisht këto gjëra mund të ishin pengesë që pikërisht ai të mos i vinte te Jezusi. Kur je në pozita të tilla, por jo domosdoshmërisht, që kanë të bëjnë me pasurinë apo me pozitën, ti je i ngarkuar, je angazhuar, koha jote lëviz më shpejt, ti programon, planifikon, edhe pikërisht ky planifikimi, kjo koha jote mund të bëhet pengesë që ti të ndalosh një kohë, e të mendosh pak për Zotin, të mendosh pak për veten tënde, se çfarë po kalon në jetën tënde, që një ditë do vi, do përballesh me fundin. Se secili nga ne e di që një ditë ne do vdesim, ne jemi kalimtar në këtë jetë. Kushdo që ka ardhur do të iki. Por ama jeta aq e shpejt nuk na lën ndonjëherë që të mendojmë, të ulemi, të kuptojmë që ka një kohë që ne do të ikim nga kjo jetë. E sa më shpejt ta mendojmë këtë gjë, aq më mirë do të ishte. Dhe Zakeu pikërisht kishte këtë gjë, kishte mbushur kohën plot. Por njerëzit triqen, nuk e di apo jo e kuptoni, triqen nga fizika, nga ajo e prekshmja, ndërsa për këtë që po flasim është diçka frymërore, mbasi diçka e largët, edhe ne shpeshherë bëjmë në jetën tonë, krijojmë, mundohemi që të bëjmë gjëra vetë, edhe në mënyrë i adhurojmë ato gjëra që bëjnë. Edhe nuk është gabim që ti ta adhurosh veprën e dorëve tua.
fundit ti ndjen kënaqësi, po jo ta adhurosh, po të ndjesh kënaqësi. Nuk është gabim te kjo pjesë, por kur ajo futet në mes midis teje dhe Perëndis, kjo quhet idhull. Dhe çdo gjë që futet në mes midis teje dhe Perëndis, të pengon ty, të ulesh të mendosh, të marrësh pa kohë e të i vësh rëndësi fjalës së Perëndis. Ashtu si ne krijojmë, në fakt, kjo do ishte një derë e hapur që ne të kuptonim që ashtu si ne krijojmë edhe bëjmë gjëra të mrekullueshme njeriu, ne jemi krijuar në mënyrë të mrekullueshme nga krijuesi ynë. Edhe kjo do ishte një derë e hapur të kuptuar që përtej nesh ka dikë tjetër që ashtu si ne krijojmë edhe ai na ka krijuar ne. Por çuditërisht, ajo gjë që mund të na ishte dhënë si ndihmë që ne të ngrimë sy lart nga qielli për të parë krijimin, shpeshherë na bëhet pengesë. Edhe na i pengon aftësitë tona frymërore për ta parë Perëndin edhe për të ndjekur dhe për të kuptuar se sa i mrekullueshëm është ai. Dhe duhet të shikojmë një pasazh nga Bibla te Psalmi 115 vargu 4 deri në 8. Idhujt e tyre janë argjendi dhe ari, vepër e duarve të njeriu. Kanë gojë por nuk flasin, kanë sy por nuk shikojnë, kanë vesh por nuk dëgjojnë. Kanë hum por nuk nuhasin. Kanë duar por nuk prekin, kanë këmbë por nuk ecin. Me gryqt e tyre nuk nxjerrin asnjë zë. Një lloj si ata janë ata që i bëjnë tërë ata që u besojnë atyre. Lexojmë këtë pasazhin edhe ajo që mund të kuptojmë është që flitet për idhujt, edhe ne thamë çfarë janë idhur, janë ajo që futet midis nesh dhe Perëndis dhe na pengon. Pra janë pikërisht ata që ne ndërtojmë jetën tona, që shpeshherë i japim zë, ne i japim jetë aty, ne jetojmë me to. Por e vërteta është që ato nuk na komunikojnë me aftësitë frymërore, me ato gjëra që Perëndia na ka pajisur për t'i kuptuar edhe për të njohur Perëndin. Por përkundër, si thotë e vargu fundit, një lloj si ata janë ata që i bëjnë, ata që nuk i besojnë Perëndis, sepse këto gjëra mund të jenë një pengesë. Pikërisht ato gjëra që ti krijon, arritjet tona. Edhe kur e ke një person përpara që mund të jetë i angazhuar në jetën e vet, mund të jetë duke u marr me një pozitë caktuar në punë, duke u angazhuar, ti duhet të gjesh kohën e dur, edhe mbase të lësh një shije, një krip. Si thot Zoti, ti jeni një krip për botën, çdo thotë ti je një krip. Do thotë që ti të vësh një shije tek ai që kur keni vënë kur hani shumë krip, keni nevojë për ujë, për të pirë ujë. Në këtë mënyrë ne do të jemi përpara tyre. Ne do të kemi një dëshmi të tillë që ata të shikojnë Jezusin te ne, e të ulen të ndalojnë nga rutina e tyre e të bredhurit, pas kohë, pas veprave tyre apo pas jetës tyre, pas pozitës, pas shoqërisë që kanë, e të shikojnë Jezusin në jetën tona. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne jemi një Bibël e hapur për ata. Po nga ana tjetër, një nga pengesat tona është arritjet, ndjenjat tona mund të jenë një pengesë. Pra, edhe ndjenjat tona mund të jenë pengesë. Çfarë do të kuptojmë kur flas ndjenjat tona? Do të them se kur flas ndjenjat kanë të bëjnë me frikrat apo dashurinë për lavdi njerëzore apo edhe krenaria. Ne shohim në Bibël se ekzistonte një frikë e madhe mes popullit. Pra populli kishte frikë në atë kohë që të vinin pas Jezusit. Pse? Sepse kërkonin, ne shkojmë megjithëse shumë nga krerët e judejve besonin në Jezusin, por nuk e rrëfenin hapur nga frika e farisejve që të mos përjashtoshin nga sinagoga. Ata donin më shumë lavdinë e njerëzve se lavdinë e Perëndis. Pikërisht kjo frikë dhe dëshira për të pasur lavdi mes tyre, për të qenë të pranuar nga njerëzit, na pengon shpeshherë për të vajtë Perëndia, për të besuar Perëndis, për ta shpallur atë që ne jemi, që jemi besimtar. Por ama Bibla na tregon që frika e njeriu përbën një lak, por ai që ka besim te Perëndia është i sigurt. Pra, mos e lejoni frikën njerëzore shpeshherë të na bën një lak, që mos na lejojë ne të shpallim Jezusin, edhe nga ana tjetër të kuptojmë tjerët që mund të jetë kjo frikë që i pengon ata për të besuar te Jezusi. Por nga ana tjetër ashtu si e përmendëm lart, Zakeu ishte dikush, ai kishte një pozitë caktuar në shoqërinë e tyre. Edhe ai do të dhanë këtë kontakt me këtë frikë, por që në këtë moment ai e mposhti frikën e vet. Ai e mposhti frikën e vet edhe vajti ta shihte Jezusin e të takonte Jezusin. Mbase ai vajti vetëm për ta parë, për të shuar kurreshtin. Por Jezusi pa diçka brenda zemrës vet. Se çuditshme në mes asaj turme, Jezusi thiri emrin e atij personi. Mos i thiste emrin e kujdo. Por Jezusi mbase po shikonte këto pengesat që ne po trajtojmë tani, që Zakeu i kishte kaluar. Edhe mbase Zakeu kishte fituar mbi frikën e vet. Por një pengesë tjetër që mund të jetë është te krenaria, dhe shumë e lidhur me këtë që thamë më parë, me frikën, sepse frika tyre kishte të bënte me lavdinë e tyre, ata donin që të ishin të pranuar,
sepse ata nuk donin të ndrytnin krenarinë e tyre. Por Zoti thotë që Zoti do ta shkatrojë shtëpinë e krenarëve. Pse e them këtë gjë? Sepse është një problem shumë i madh në jetën tona, krenaria. Ajo na pengon neve që të vemi te Perëndia. Që nga fillimi i historisë, krenaria ishte ajo që futi mëkatin e parë në gjithësi. Pra ishte krenaria që u gjente Luciferi, i cili u gjente krenar dhe kërkonte të vendosë fronin mbi fronin e Perëndis. Edhe ndërkohë, një nga gjërat që mund ta pengojë më shumë një njeri për të afruar Perëndisë është krenaria. Ashtu si mund të jetë një gjë që mund ta pengojë një besimtar për të qenë aktiv në marrëdhënien me Perëndin dhe në shërbim ndaj Perëndisë. Por Bibla thotë se Perëndia i kundërvjet mendëmdhënieve apo krenarëve, por i jep hir të përulurve. E çfarë do Zoti nga ne? Zoti do që ne t'i afrohemi atij si fëmijë. Por në të vërtetë po ju them, nëse nuk ktheheni dhe nuk bëni si një fëmijë të vegjël, ju nuk do të hyni fare në mbretërinë e qeve. Dhe Zoti pikërisht kërkon nga ne t'i afrohemi Perëndisë. Po flas për ndjenja tani, t'i afrohemi si fëmijë të vegjël. Po të shkoni fëmijët e vegjël ata të sinqertë. Ata atë që mendojnë ata e thonë. Edhe Zoti kur na kërkon t'i afrohemi atij, kërkon pikërisht t'i afrohesh me këtë qëndrim, me qëndrimin e sinqeritetit dhe dashurisë të pastër. Dhe në këtë mënyrë ke për ta njohur Perëndin, në këtë mënyrë ke për gjetur Jezusin. Por kjo është një pengesë shumë e madhe për njerëzit, që i pengon t'i afrohen Perëndisë. Po nga ana tjetër je materializmi. Një nga gjërat që e pengojnë besimtarët që të ecin edhe të shërbejnë Perëndisë, por në rastin konkret një person që nuk e njeh Jezusin, pra një person që sot mund ne i themi i pashpëtuar, është materializmi. Dhe mendoni pak, luftrat, se jemi në kohë që ka luftra gjithandej. Dhe nëse do të analizoni këtë luftë, thelbi këtyre di pse është? Është që të marrin resurse, të marrin burime natyrore, burime njerëzore, pra të fitojnë pasuri. Thelbi çdo lufte ka të bëjë për territor dhe për pasuri, edhe për influencë. Edhe nëse do të qëndrojmë asaj që thot Bibla, ajo Bibla thot kështu: me çfarë mund ta krahasoj shpirtin e njeriu? Nëse do vësh përpara shpirtit e njeriu gjithë botën, shpirti i një njeriu do peshojë më shumë. Çfarë do të them me këtë gjë? Do të them që do të kuptoni se çfarë kemi brenda nesh për t'i dhënë vlerë. Ne kemi një shpirt që Perëndia thotë është shumë i çmuar se çdo gjë tjetër që ekziston në këtë univers. Është shpirti jot. Edhe duke kuptuar këtë gjë, ti kupton se çfarë pasurie të madhe të ka vënë Perëndia ty, edhe nga ana tjetër kupton se çfarë pasurie të madhe ka dikush tjetër që është përballë te, shoku jot, kolegu jot, ai te lagja, një person që ti mbasi se njeh, po mund dalësh edhe flet për Jezusin, është një pasuri shumë e madhe që ai ka, ka shpirtin e tij. Jezusi tha, nëse dëshiron, ky është ai i pasuri që vajti Jezusit dhe e kërkoi Jezusi dhe Jezusi i tha, do të vish me mua, lër gjithçka, lidh pasurinë tënde dhe jam ndiq. Jezusi tha, nëse dëshiron të jesh i përsosur, shko shit çfarë ke, jep atë varfër e do kesh një thesar në qiell. Pastaj eja më ndiq. Kur e dëgjoi këtë gjë, djaloshi u largoi të shtuar se kishte shumë pasuri. Jezusi u tha dishepujve të vet, në të vërtetë po ju them se i pasuri do të ketë të vështirë të hyjë në mbretërinë e qiejve. Pra, ai thotë që të shesi gjithçka e ta ndjeki. Dhe Jezusi këtu thotë që pasuria mund të jetë një pengesë shumë e madhe që njeri të vete Jezusi. Nuk është e pamundur. Pra, që një pasur t'i besojë Perëndisë, por shpeshherë lakmia përpara bëhet pengesë. Po pse e thash këtë gjë? Sepse këtu kemi një personazh që Bibla jep dëshmi që ishte i pasur. Dhe pikërisht ai e fitoi mbi këtë sfidë të brendshme, mbasi mbi këtë gjigant nga brenda vetes vet, që kur ti ke pasuri, ti do edhe ti shtosh edhe më shumë. Ai më tepër ki e bën në mënyrë të pandeshme, ti do edhe ti shtosh edhe nëse ti do vesh te Zoti, ti e kupton që ti nuk do të bësh më atë që ke bërë. Dhe në këtë mënyrë do të ulen të ardhurët e tua, do të ulet pasuria që ti ke, por ama ti po kupton që ti ke një thesar që është shumë i çmuar, do të besoj se këtë ka kuptuar ai, Zakeu, edhe kuptoi vlerën e pasurisë që kishte zotronte ai fizikisht, por me vlerën e pasurisë të cilën Zoti kishte vënë brenda tij. Edhe kjo është ajo gjë që ne duhet të kuptojmë. Çfarë kuptoi Zakeu në fakt është ajo që po të shikojmë te historia te Luka 12 tregon një histori tjetër Jezusi për një të pasur që tha, unë do t'i shtoj pasuritë e mia, pastaj do ndërtoj një hambar dhe do t'i fus aty të ardhurët e mia.
Dhe këtë do bëj, do të shëm hambarët e mi, do të bëj më të mëdhenj, ku do të shtihet të gjithë korrat dhe të pasuritë e tjera. Dhe pastaj do të them shpirtit tim, shpirt, ti ke pasuri të shumta, të shtana për shumë vjet. Pusho, hapi dhe gëzo. Por Perëndia i tha, oj pamend, po atë natë shpirtin tënd do ta kërkojnë dhe ato që ke përgatitur kujt do të jenë. Këtë besoj se ka kuptuar Zakeu, sepse atë di thot shpirtin tënd do ta marrin. Edhe ai ka kuptuar mbase që vlera e shpirtit është më e madhe se pasuritë që ai zotronte. Por në ekuilibër të kësaj do them që të kesh pasuri nuk është gabim. Lakmia për para apo të jepesh pas paras është gabim, këtë që po thot Jezusi. Pra mos dalim nga konteksti, nuk është gabim të kesh të ardhura. Po kur ti jeton për pasurinë dhe e humbet, pasuria futet midis marrëdhënies tënde dhe Perëndis dhe nuk të lejon të kesh të marrëdhënie, nuk të lejon ti të dorëzohesh te Perëndia. Pra, ke filluar ke humbur diçka nga jeta jote. Edhe pse mund të jesh i shpëtuar, ke humbur diçka. E Zoti kërkon pikërisht sot, nëse është futur midis teje dhe Perëndis diçka që të pengon, mund të jetë pasuria, mund të jetë frikrat, apo mund të jenë të arritjet e tua, Zoti thot, lëri ato më njanë dhe shko vlerën e madhe që ti ke. Ke një shpirt i cili kërkon të nderoj Perëndin, i cili kërkon ta shumëfishoj veten në imazhin e Perëndis. Pra, ka shumë njerëz të tjerë që kanë shpirtra siç ne kemi dhe kemi dorëzuar Perëndis, të cilët janë të humbur dhe për ditë vën me mira njerëz, mos e me miliona vën drejt ferrit që vdesin çdo ditë dhe ka nevojë që të ndërgjegjësohemi për këtë gjë. Ju edhe unë. Ja them vetes time këtë gjë ashtu si u them juve, se për ditë ka njerëz që humbin dhe ka nevojë për fjalën e Perëndis. Dhe Perëndia na ka besuar një fjalë që ne ta çojmë për te vetes tonë. Po nga ana tjetër, një pengesë tjetër janë zakonet dhe traditat. Këtu dua prapë të bëj një sqarim. Ne kemi si kom, kemi zakone dhe tradita shumë të mira. E thash dhe në fillim që këtu në Durrës është një vend që vijnë nga shumë zona, edhe jam i sigurt që edhe këtu, nëse ka dursak mund të jenë të pakët, se të gjithë vijmë nga rrethet e jetojmë edhe vijmë me kulturat tona, me traditat tona, që janë shumë të mira. Po nga ana tjetër ato mund të bëhen dhe pengesë për t'u afruar Perëndis. Dhe nga ana historia jonë është Zakeu kishte traditën, kulturën e vet, që ishte pengesë t'i afrohej Jezusit. Ata nuk e lejonin farisejnë atë që thoshte Jezusi, sepse ata nuk e besonin atë gjë. Nuk e besuan Jezusin dhe Zakeu i përkiste kësaj shoqërie dhe pikërisht zakonet dhe traditat që mund të ishin një pengesë. Dhe kishte frikë. Për ta materializuar këtë pjesën e zakoneve, duhet të lexoj vetëm një histori. Edhe nuk do bëj asnjë sqarim të historia, besoj se ju do ta kuptoni vetë, por unë kam dëgjuar këtë historinë edhe më ka pëlqyer. Fakt edhe nëse ju e keni dëgjuar, do ta përsëris prapë edhe nuk besoj se u bën tonë. Njëherë një vajzë e vogël pa maman e saj që po gatonte peshk dhe vuri re që ajo para se të fuste peshkun në tavë i hiqte bishtin dhe kokën. Ja priste bishtin dhe kokën e vendosën në tavë. Ajo pyeti se pse e bënte këtë një gjë të tillë dhe pse i gatonte peshqit pa kokë dhe bisht. Emma i tha që kështu e kishte mësuar nga mama e saj dhe patjetër përderisa ajo e bënte bishti dhe koka e peshkut nuk do të ishin të ushqyeshëm. Vajza e vogël u shkëput nga mamaja dhe vajti te gjyshja e saj, pra te mamaja e nënës së vet. Ajo i tha që këtë gjë e kishte mësuar nga nëna e saj kur ishte e re. Pra, po të hiqte bishtin dhe kokën e peshkut para se të gatuante. Pra, ja kishte mësuar gjyshja e vajzës. Vajza e vogël e shtyr nga kurreshtja shkonte stërgjyshja e vet apo te gjyshja e mamas së vet dhe pyet. Stërgjyshja e vajzës i thot dhe kthen këtë përgjigje. Në kohën tonë ne hiqnim kokën e peshkut dhe bishtin pasi tiganët ku i gatuanin ishin të vegjël dhe nuk i nxinin peshqit nëse do i gatuanin së bashku me kokën e. Pra, kjo ishte bërë një traditë, në ta nuk do të sqaroj më shumë se kjo kuptohet. Pra, çfarë është tradita dhe kultura? Është që shpeshherë ne i marrim ato gjëra që na i kanë mësuar të tjerat dhe pa i gjykuar më shumë, thjesht i zbatojmë jetën tonë dhe vi nga tradita jonë. Pra, jo çdo gjë që vjen nga tradita është e mirë, është ndonjëherë ngelin aty dhe nuk i analizojmë vetë. Ato Jezusi thotë se gjë te Marku 7:8-9. Ju i lini pasdore urdhrimet e Perëndis për t'ju përmbajtur traditës njerëzore dhe u tha, ju përshpërfillni pa të keq urdhrimin e Perëndis për të mbajtur traditës tuaj. Pra Jezusi po i qortonte ata në atë kohë që tradita ishte bërë një pengesë që ata të hapin mendjen dhe zemrën për të dëgjuar Perëndin dhe për të besuar Perëndis.
Pasi disa persona janë shumë të lidhur me traditën e tyre, janë shumë të lidhur pasaj, por tradita e dikur është e keqe, kur ajo të pengon që t'i afrohesh Perëndis. Po në historinë tonë, te Luka prapë do të qëndrojmë, po është një te Luka 10, ndërsa Jezusi, pra, kemi historinë e Martës dhe Maris, edhe po të shikojmë atë histori, do të kuptojmë që edhe këtu tradita e pengonte Martën që të vinte Jezusi, sepse po bënte punët. Ndërsa po tonte Jezusi hyn në një fshat ku një grua me emrin Marta e priti në shtëpi. Ajo kishte një motër që quhej Mari, e cila ul në këmbët e Zotit dhe dëgjonte fjalët e tij. Por Marta ishte zënë me punë të shumta, prandaj erdhi te Jezusi dhe tha: "Zot, a nuk e vën re se motra ime më ka lënë të i bëj të gjitha punët vet? Prandaj thuaj pra të më ndihmoj." Por Jezusi i përgjigj: "Martë, Martë, ti je shqetësuar dhe e zënë me shumë gjëra, por vetëm një gjë është e nevojshme. Maria zgjodhi pjesën më të mirë që nuk do t'i hiqet." Pra, po ta shikojmë, Marta është shumë e angazhuar me punët e shtëpisë. Ishte tradita e tyre, dhe fakt në traditën e tyre nuk lejohej që një grua të ulej në kuvendin e burrave të dëgjonte aty. Dhe kjo gjë ishte një pengesë mbase që Marta të vinte ta dëgjonte atë. Ndërsa Maria e theu këtë gjë. Vajti ulte këmbë të Jezusit dhe Jezusi thotë që ajo zgjodhi pjesën më të mirë. Çdo thotë që la pa bërë punë të shtëpisë, jo. Se edhe ato duhen bërë, por në kohën e dur, kishte një kohë që ajo duhet të vinte te këmbë të Jezusit për të dëgjuar për atë gjë që ishte e mrekullueshme, që kishte të bënte me përjetësinë e saj, kishte të bënte me shpirtin e saj, me atë shpirt që ka një vlerë aq të madhe. Dhe kjo është ajo që dua të them, që shpeshherë kultura dhe tradita, edhe pse i kemi shumë të mira, nuk do të jenë një pengesë që ne t'i afrohemi Perëndis. Edhe te Zakeu, edhe kjo traditë dhe kulturë, ai e theu për të vajtur në atë turm, për të dëgjuar për Jezusin, edhe për të hequr atë kurreshtje që kishte për Jezusin. Po nga ana tjetër, është një zemër e parrëfyer, që është një pengesë shumë e madhe për t'i vajtur dhe për t'i besuar Perëndis. Së pari, kur flasim për zemrën e parrëfyer, së pari do të kuptojmë që ne do t'i rrëfemi Perëndis, ne do t'i dorëzohemi atij, jo njerëzve, por ama ne do të vemi te Perëndia duke i dorëzuar jetën tonë atij. Te para Gjonit 1:6-9 është një pasazh shumë i njohur për sa i përket. Okej. Po të themi se kemi bashkësi me të dhe ecim në errësirë, ne gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktikë të vërtetën. Por po të ecim në dritë, sikurse ai është në dritë, kemi bashkësi me njëri tjetrin dhe gjaku i Jezus Krishtit, Biri i Tij, na pastron nga çdo mëkat. Po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten dhe vërteta nuk është në ne. Po të rrëfojmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë, që të na falë mëkatet dhe na pastrojë nga çdo pallësi. Pra shumë e rëndësishme që të dorëzohemi Perëndis e të rrëfojmë mëkatet, sepse mëkati i parrëfyer është një pengesë shumë e madhe në marrëdhënien tonë me Perëndin. Dhe po ta kisha ruajtur të keqen në zemrën time, Zoti nuk do të më kishte dëgjuar. Kjo është një dëshmi që secili nga ne mund t'ia thotë vetes vet. Ka pas momente mbase shpresoj mos ketë pas askush nga ju që ka pasur një mëkat në jetën e vet, por një mëkat i parrëfyer, kur ti ecën në mëkat, kjo gjë të pengon për të vajtur Perëndia dhe për të qenë aktiv në marrëdhënien tënde me Perëndin. Prandaj Zoti kërkon nga çdo besimtar që ta rrëfojmë mëkatin tonë, nëse ka diçka që na pengon. Po edhe nga ana tjetër, nëse një person nuk e njeh Perëndin, pikërisht këtu fillon. Po të rrëfojmë mëkatet tona, ai është besnik i drejtë, na e fal mëkatet dhe na pastroi nga çdo pasuesi. Ai vdiq në kryq që ne të marrim çlirimin nga mëkatet. Dhe kjo është rruga e vetme, përmes Zotit Jezus dhe përmes veprës që ai ka bërë në kryq. Dhe kushdo që rrëfen emrin e tij, kushdo që beson në atë që Krishti ka bërë, ka mundësi të pajtohet me Perëndin edhe të vijë në prezencën e Perëndis. Dua të them këtë gjë. Unë them që çdo person në jetën tonë, në gjendje minimale mund të ketë tre natyrë. Jo natyra, se mund të them që ne jemi hipokrit, por nga ana tjetër ne kemi një veshje që veshim kur dalim jashtë shtëpisë. Nuk e di, u ndodh patjetër që ti do të jesh sa më mirë, ti jo çdo dobësi tënde ndodh që ta tregosh tjerëve. Nga ana tjetër ke një veshje tjetër që ke në familje me njerëzit e tu dhe
ke një veshje që vetëm ti e di, është ti me Perëndin. Tani, nuk do të jetë kjo arsye për të mëkatuar, apo arsye për të rënë dakord me mëkatin që unë e vesh veten time me 3 veshje, edhe ti ta justifikosh veten tënde për të ndëjtur në mëkat. Pra them që unë ju jap drejt që ne si njerëz mund të veshim një veshje kur dalim jashtë përpara njerëzve, por nga ana kjo nuk do të ishte një mënyrë që ne të fshehim mëkatin përpara Perëndis. Nuk do të ishte arsye për të ecur në mëkat. Por Zoti kërkon që ne të rrëfejmë mëkatet para Perëndis, sepse nuk ka asnjë të fshehtë thotë që mos zbulohet, sepse as kur sekreti që mos dalë në dritë. Kush ka vesh për të dëgjuar le të dëgjojë. Pra, duhet të kuptoni këtë gjë, që ne përpara Perëndis nuk fshehim dot asgjë. Por po të rrëfejmë mëkatet tona, kjo është jo vetëm e mirë, por edhe drejt përpara Perëndis, edhe na çliron. Është një barë e madhe kur ti e mban një mëkat. Ajo të qarkon edhe nuk të largohet derisa ti ta hedhësh tej barën. Prandaj Jezusi vdiq në kryq për na dhënë mundësinë të pajtohemi me Perëndin me shpëtimin, po edhe në çdo hap të jetës tonë me Perëndin. Ai kërkon që ne të rrëfejmë mëkatin tonë, ne kërkon të vemi tek ai, të ulem në gjunjë përpara tij dhe Zoti pikërisht me një person që ka një zemër të rrëfyer, një zemër të përulur përpara tij. Është një person që Zoti e ka si një vegël në dorën e tij për ta përdorur për lavdin e Perëndis. Prandaj Zoti thot, e jani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar. Zoti kërkon që ne ta dorëzojmë veten tonë te Perëndia dhe Zoti ka për të na përdorur nëse ne hedhim barën tonë te Jezusi. Zakeu kishte pikërisht këtë gjë. Zakeu në Bibël tregon që ai thot në fund fare tregon që nëse u ka marr dikujt pa të drejtë, do t'ia kthej dhe kjo ishte një formë rrëfimi përpara Jezusit, për ato gjëra që ai kishte bërë dhe i rrëfeu përpara Jezusit për mëkatet e veta, edhe Zoti pasaj flet që në këtë shtëpi ka ushtimi. Pse? Sepse ishte një zemër e penduar përpara Perëndis. Pika e radhës është thirrja e Zakeut. Pra, folëm për pengesat që një njeri nga pjesa e brendshme, ato që askush mbase nuk i shikonte, por Zakeu po luftonte me to dhe kishte fituar mbi ato pengesa derisa mori vendimin të vej te ajo turm kur Jezusi po kalonte, dhe kur Jezusi shikon një person të tillë në mes gjitha asaj turme, ai zgjedh thrasi emrin e tij. Atë e shoqëronin shumë personazhe të njohur mbase. Edhe për shkak të kureshtjes, por në mes të asaj turme Jezusi ngres syt nga Zakeu dhe e thret në emër dhe shumë e mrekullueshme. Të thrasi Perëndia, ai që ka krijuar qiellin dhe tokën, të thrasi në emër. Mendoni pak, ai që krijoi Adamin dhe Evën, edhe thiri që nga fillimi Adamin në emër. Ashtu si thiri Adamin, ai thiri edhe Abrahamin, thiri Jakobi, ka një sër personazhe në Bibël që Bibla e dëshmi pikërisht të gjithë e thiri në emër. Abrahamin, Jakobin, Mojsiun, Jozefin, Gedeonin, Saulin, Davidin, Solomonin, Merat, deri kur erdhi Jezusi në tokë. Dhe Jezusi në njëjtin gjë bëri kur u mishrua vetë në tokë në formë njerëzore, ai thiri ata dishepujt e vet, i thiri në emër. Ashtu si thiri pasi u largua, thiri edhe Saulin. Ishte një person që përndiqte kishën, dhe kur Jezusi ishte shenjtëruar, kishte vajt lart në fron, ai e thret Saulin, pastaj quhet Pal, e thiri në emër. Dhe Sauli e çuditshme është se askush që ishte me Saulin në atë moment nuk e dëgjuan thirrjen, vetëm dëgjuan sa si zhurma, si turbullira, ndërsa Sauli vetëm e dëgjoi zërin e Jezusit, sepse Jezusi e thiri në emër. Mbase turmat mund të pengojnë, mund të bëjnë zhurma që nuk e dëgjon dot zërin e Zotit. Ndërsa Zakeu e dëgjoi zërin e Zotit. Ishte aty, ishte në vendin e dur, në kohën e dur dhe kuptoi që Zoti kishte vajtur për atë në atë qytet. Ishte thirrja e tij. Ai zbriti me vrap dhe i drejtohet Jezusit. Mendoni pak, për të hipur në pemë të duhet një kohë e caktuar. Për të zbritur nuk besoj si është dashur kohë fare, është hedhur dhe ka rendur me vrap për të takuar Jezusin. Por, nga ana tjetër, kjo është unë jam baruar e mirë dhe unë njoh delet e mia dhe ato më njohin mua, thot Jezusi. Ka të bëjë me atë që Zoti i njeh. Dhe përgjigjja e Zakeut është e mrekullueshme. Përgjigjja e Zakeut, mendoni pak. Jezusi në shtëpinë e Zakeut, ai shikonte aty dhe unë nuk do ta ludoj, por jam i bindur për këtë gjë, edhe pse Bibla nuk jep dëshmi, por nëse studion Biblën e kupton që midis atyre njerëzve që ishin te shtëpia e Zakeut,
personat që shoqëronin Jezusin ka qenë edhe Mateu. Ka qenë dhe Mateu ishte një personazh, ishte nga një dishepujt e Jezusit dhe ishte tagramledh me të njëjtin profesion si Zakeu. Nëse do kthehemi tek Mateu 18, vargu 31, Mateu jep dëshmi dhe thot: pas kësaj Jezusi mori me vete të 12-tët dhe tha atyre: ja, ne po ngjitemi në Jeruzalem. Pra, është e njëjta kronologji ngjarjesh për të cilën po flasim te Luka, dhe është e njëjta kronologji dhe kohë historike që flet Mateu 18. Dhe Mateu thot Jezusi i mori të 12-tët dhe hajde të ngjitemi për Jeruzalem, dhe rruga për Jeruzalem kalonte përmes Jerikos. Dhe Mateu ka qenë pikërisht në atë moment në shtëpinë e Zakeut. Mendoni pak. Në atë kohë, një personazh si Mateu, që kishte lënë gjurmë sepse ai ishte tagramledh si punë e Zakeut, që ishte urryer nga njerëzit e aty qytetit ku ishte ai në veri të Izraelit, por që edhe unë jam në polici, ne pak a shumë e njohim njëri tjetrin. Edhe ai që punon në Saranda, ai që punon në Korç, pra ke një network të njerëzve që punon. Njëjta gjë mund të ishte folur për Mateu, një person që është ande nga veriu i Izraelit, i cili vajti pas Jezusit la të gjitha, mbase s'është terezi, por edhe kjo gjë mund të ketë lënë gjurmë tek Zakeu dhe mund të ketë qenë një dëshmi. Mbase ata, se Bibla nuk jep shumë element, po thotë që zbriti, vajte te shtëpia dhe pastaj Zakeu dha dëshmi që unë do t'i jap këto që kam, do t'i jap të varfërve. Atyre që jo kam vjedhur, gjysmën e pasurisë. Por aty, jo me paqëllim e them që ishte dhe Mateu, dëshmia e tij, jeta e tij, ajo që ai ndau aty, mbase edhe mund të kishte prekur zemrën e Zakeut. Patjetër që ishte fjala e Perëndis, ajo që ka bërë punën, por patjetër edhe dëshmia e Mateut. Ai Zakeu kuptoi që frika, krenaria, pasuria, mbase urrejtja e njerëzve nuk do ta pengonin atë t'i afrojë Jezusit. Edhe në jetën tonë ne mund të jemi Zake, një person i humbur pa Perëndin, i cili mund bëjë një kontakt me fjalën e Perëndis dhe ka nevojë për Zotin, ka nevojë për ty, ti e ke marrë këtë, Zoti ta ka besuar fjalën e tij, edhe ti mund të jesh një Mate. Mund të jesh një Mate, mund të jesh një Bibël e hapur që ai ta shkojë Jezusin te ty. Prandaj do të them që secili nga ne ka një përgjegjësi shumë të madhe në jetën e vet. Kemi përgjegjësinë, atë që Zoti na ka besuar është fjala e tij, ne mundet ta përcjellim dhe mund të jemi një Bibël e hapur së pari, që të tjerë të shikojnë Jezusin te ne, dhe ne ti kapërcejmë ato pengesat jo vetëm në momentin e shpëtimit, por në çdo kohë të jetës tonë. Ato mund të bëhen pengesë, mund të kthehen, nëse ti nuk je i lidhur fort me fjalën e Perëndis. Ti mund ta humbasësh jo shpëtimin, por ti mund të humbasësh gëzimin, ti mund të humbasësh marrëdhënien me Perëndin, kur ti nuk je i lidhur fort pas fjalës tij, pas kishës, pas shërbimit, janë gjëra që ne kemi nevojë për ditë. Dhe unë jam i sigurt që ju e keni dëgjuar këtë mesazh, mbas këtë pasazh, por që kemi nevojë ta rikujtojmë për të kuptuar që kemi një thesar aq të çmuar në ne, që është shpirti, që Zoti na ka besuar, dhe ky shpirt tani, nëse ti ja ke dhënë jetën Zotit dhe ai është i çmuar, është i sigurt, është i ruajtur në prezencën e Perëndis, ashtu si ti e ke ruajtur në këtë thesar në prezencën e Perëndis. Ti mundet ta fishosh veten tënde, duke shpallur ungjillin, duke mos pasur frikë, duke mos pasur pengesa të arritjeve tua, të gjëra që mund të pengojnë, apo traditat, apo mëkatin e parrëfyer. E gjitha këto gjëra mund të bëhen pengesë që ti mos ta fishosh veten tënde në imazhin e Perëndis, pra që të shpallësh ungjillin. Dhe qyteti i Durrësit është qytet shumë i madh, ka njerëz plot, njerëz që nuk e njohin Perëndin, që mbase për ditë ikin nga kjo jetë dhe humbasin. Por Zoti jo pa qëllim na ka lënë këtu, dhe unë jam i njohur Zotit për atë që Zoti ka bërë përmes kishës Durrësit, ka qenë kurajim për shumë kohë për mua, ka qenë nxitje, puna që Zoti ka bërë përmes jush, zellin që u keni për të ndarë ungjillin, por ajo që duhet të sfidojmë veten është nuk mund ta bëjmë dot nëse nuk jemi në fuqinë e Perëndis. Nëse nuk jemi të lidhur me Zotin në marrëdhënie personale me Zotin. Edhe Zakeu ishte një person i humbur, por që kur ra kontakt me Perëndin, ai ndryshoi dhe dha dëshmi që ja ku kam jetën time, po ta kushtoj ty Zot. Edhe ne nuk kemi më dëshmi, nuk flitet në Bibël se çfarë ndodhi me atë, edhe mbase secili nga ne mund të jetë një Zake që u thirr nga Zoti,
Zoti tha në këtë familje sot ka hyrë shpëtimi, edhe ai e ka shumëfishuar veten mbase pasaj edhe ka qenë pjesë e dishepujve të Jezusit. Atyre 500 në fund kur Jezusi iku një të lartë, nuk thotë si ishin me emrat, ishin pa emra. Ashtu si secili nga ne mund të jetë një emër i tillë që mund ta shumëfishojë veten dhe mund të t'i shërbejë Zotin me zell dhe me gas. Le të lutemi Zotit që të kemi këtë qëndrim në zemër dhe Zoti të marrë lavdi nga jetët tona. Zoti Jezus, faleminderit Perëndi për mundësinë që na jep, Perëndi, që të dëgjojmë nga fjala jote. Dhe të faleminderit Perëndi që na thret që të jemi gati për thirrjen tënde, Perëndi. Faleminderit që ka ardhur në jetën tona, Zot, na ke dhënë mundësinë të njohim Ty, të besojmë Ty, Zot, ke ndryshuar jetën tona, Zot. Faleminderit për ungjillin, për lajmin e mirë, Zot, dhe për veprën që Ti kreve në kryq. Faleminderit që derdhe gjakun për ne, dhe kushdo që beson në Ty, do të ketë jetën e përjetshme, Perëndi, sepse Ti na ke ringjallur, Zot, me anë të veprës tënde. Dhe faleminderit Perëndi që na ke dhënë mundësinë që të shërbejmë Ty, o Perëndi. Dhe lutem që mos të lejojmë djallin, Zot, të na rrëzojë edhe të na bëjë të pa efektshëm në shërbimin ndaj Teje. Lutem Perëndi që arritjet tona mos janë një pengesë. Lutem Perëndi që frikrat, krenaria, traditat njerëzore, pasuria, apo edhe mëkati pa rrëfyer, Perëndi, mos jetë një pengesë që ne të shërbejmë Ty, që ne të jetojmë për Ty. Lutem Perëndi, nëse një person sot nuk të njihte Ty, ishte një zake në këtë sallë dhe dëgjoi mesazhin, lutem që të punosh në zemrën e tij, që të kuptojë që ka nevojë për faljen tënde, Perëndi, dhe të ka nevojë të rrëfejë mëkatet para Teje dhe të pranojë Ty me gjithë zemër. Edhe Ti do hysh në shpirtin e tij, do t'i japësh atë vlerë që ai ka. Edhe do të jetë përjetësisht me Ty, o Perëndi, dhe do jemi së bashku në përjetësi. Faleminderit Zot për këtë kohë dhe lutem të bekosh. Në emrin tënd Zot Jezus lutem. Amen.